apo e çon Edi Rama vendin në përplasje civile. Sot ne kemi pa përsëritjen e dhunës që bën mercenarët e qet kastratit në Zvërnec, mund mes të Tiranës te Parlamenti i Republikës. Ishte një grusht protestuesish, nuk ishte masiviteti që është në darkë. Kanë protestuar në mënyrën më qytetare të mundshme, duke hedhë vezë makinave që fluturojën të Blendi Gonxhës e Erion Braçës, kush ishte tjetër, ministrave të Edi Ramës, dhe kemi pa një dhunë barbare të policisë shtetit ndaj qytetarëve. Një provokim i hapur, i pastër ndaj protestës më të madhe që ka pa ndonjëherë Shqipëria në 36 vjet. Sot bëhen 31 ditë protest që kërkon largimin e Edi Ramës nga pushteti. E gjithë sjellja, e gjithë trajektoria e trajtimit protestës nga Edi Rama tregon qartë se ky njeri kërkon që ta fuz vendin në përplasje civile. Luftë civile, përplasje civile, quajeni si doni. Por fakti që nuk bën prapaktheu, fakti që nuk njeh as i kërkesë të protestuesve, tregon qartë se nuk shkulet kollaj Edi Rama nga karrigja e kryeministrit. Elementët që janë të fakte që tregojnë se ky kërkon ta çojnë vendin në një përplasje civile, shihni gjuhën që përdor ndaj protestuesve. I fyn, i masakron, ky është i Iranit, ky është i Grekut, ky është i Serbit, ky është i këtij, ky është atij, ndërkohë që ata janë shqiptar dhe protestojnë për mbi një muaj kundër pushtetit këtij. Kanë marrë mbështetje ndërkombëtare si nga Parlamenti Evropian, që dje ishin 6 deputet Parlamentit Evropian aty. 6 deputet Parlamentit Evropian dje kanë folë në protestë dhe kanë kërkuar largimin e Edi Ramës. Kanë theksuar se nuk pranohet Shqipëria në Europë me këtë kryeministër. Nuk e keni lajmin te Klani, te Top Channel, te Karlo e kujdi unë, këtë gjitha me radhë, mediat kombëtare nuk raportojnë ardhjen e eurodeputetëve këtu. Rama bashkë me Tauland Ballën, se atë ka më të zellshëm se s'po merrem tani me Eriona Ismailin, një shushk që se ka haberin se çfarë roli kryen edhe ku është. Ajo siç duket ja quhen mirënjohje të përjetshme Ramës, që nga zgëqjet e Sarandës, nga hiçi, e ka marrë dhe e ka bërë ministre. Ashtu siç janë shumica e deputetëve të rilindjes, ashtu siç janë shumica e ministrave, njerëz anonim, njerëz ignorant, mediokër, vetëm spikasin në hajdutëri dhe servilizëm. Kështu që dhe kjo Eriona Ismaili nuk bë përjashtim nga këta. Çdo ditë i fryn zjarrit të përplasjes fizike mes protestuesve. Kërkon, etiketon protestues të veçantë, i shan, i fyn, me qëllim që të agravohet situata në sheshin e protestës, në bulevardin para kryeministrisë. Sot atje i ka dhunu në mënyrë të shnjërzore, në mënyrë barbare ka dhunu protestuesit, edhe i mori, i arrestoi disa prej tyre. Kjo tregon se nxitja e përçarjes brenda protestës, linçimi i njerëzve që marrin pjesë në protestë, është një strategji për ta nda protestën copa dhe për të futur përçarje mes protestuesve që ky është i këtij e ky është i atij. Dhe një plan tjetër që unë kam dëgjuar se Rama po përgatitet bëj, është se po përgatitet me shërbimin sekret, me njerëzit e vet, me servilat e vet në polici, në shishe, çfarë janë këto, gjoja të sajoj një grup, se ky është i biri Kristaqit, kështu që i do në grupe këto grupet armiqësore, nuk i do tek e tek, do të përpiqet që të sajojnë një grup armiqësor
edhe do t'i sulet ati si grup agjenturash e grup kështu. Prandaj i fryn çdo ditë. Ky është me Iranin, ky është me Serbin, ky është me Greqin, ky kështu, ky ashtu, çdo ditë për ta çu situatën në një përplasje mes shqiptarësh. Nuk është e thjeshtë, e kemi thënë për herë, nuk është e thjeshtë ta largosh këtë, sepse ky përveç se ka një tuf fundërinash që i ka fut në parlament, një tuf ignorantësh, një tuf servilësh, të cilët akoma nuk po marrin kurajo të distancohen prej tij, ka në dorë një armë shumë të fortë. Dhe arma që ka në dorë Edi Rama është policia e shtetit, që sillet si jund ushtarake, dhe SPAK-u. SPAK-u i Altin Dumanit është thelbi kryesor që protesta po zgjat kaq shumë. Sepse SPAK-u nuk po e merr Edi Ramën, nuk po nxjerr dosjet që ka për Edi Ramën, ta marrë në hetim edhe t'ua tregojnë shqiptarëve. SPAK-u nuk çon kërkesë për Belinda Ballukun në parlament për lejen. Nuk çon sepse ka frikë, është vegël, është vegla më e ndyrë, më e poshtër që ka ky pushtet është SPAK-u. Me Altin Dumanin krye, duhet ta theksoj gjithmonë këtë, sepse ai është strumbullari i kapjes së drejtësisë nga Edi Rama. Sigurisht aty janë gjithë, nëse ka pas korrupsion drejtësia para se të bëhet reforma, sot nuk ka më korrupsion, po ka zhvatje, ka plaçkitje. E keni pa sot dosja 5D e drejtorëve të Rian Velije, që i kanë shkërdhuj nonën nga bo zbor me vjedhje fiktive, drejtorët e Bashkisë Tiranës, doli nga burgu edhe i funit prej tyre. Në arkat e Bashkisë Tiranës, në arkat e shtetit shqiptar, nuk është kthy asnjë qindark mbrapsht. Ky është SPAK-u. Për gjithë ata që thonë SPAK-u, dhe për turpin e medjave të Irfan Hysem Belliut, që e nxjerrin Altin Dumanin akoma hero, nuk e di, me sondazhet e një idioti të pa skrupull, siç është Eduard Zaloshnja, që kur nuk e di kush se si i bën sondazhet Zaloshnja, s'ka as metodë, nuk ka asnjë gjë fare, nuk dihet se si dalin sondazhet e Eduard Zaloshnja. Nuk e tregon metodikën kur, se s'ka. Plus për këta që e njohin, që thonë është out komplet me profesionalizmin në atë çështje, po thjesht i shërben për t'i çuar ka ABC News-i edhe për t'u hedh hi syve njerëzve për të mashtruar kë mund të mashtrojnë. Postimin Facebook i Taulant Ballës, i videos sot, kur policia dhunonte qytetarët, ishte inskenim i papar për të kriju idenë, për të nxit algoritmin, kur thonë për të mashtruar ata që mund të mashtrohen akoma, se ka dhe i pakicë që mund të mashtrohet, gjoja sikur qytetarët kanë dhunu policët. Nuk është e vërtet, live ka qenë gjithë ditën protesta, qytetarët kanë qenë shumë paqësor, vetëm kanë gjujt me vezë që ka ndodhur në gjithë botën demokratike, që gjuhen me vezë makinat e ministrave, deputetëve, kujtun gjithë me radhë. Nuk ka ndodhur asnjë gjë tjetër. Videoja manipulative që ka hedh Taulanti në rrjet me urdhër të Edi Ramës është tentativë për të rritë tensionin, për ta çuar vendin në përplasje civile. Shkoni shifeni videon e manipuluar që ka hedh Taulanti dhe do ta kuptoni shumë qartë se tentativa e kësaj dysheje, po i ndaj se Taulanti është më i zellshëm nga këta, është një tentativë e frikshme për të çuar vendin në përplasje civile. Sepse provokimi i protestuesve paqësor, provokimi i një mase të madhe shqiptarësh që kanë 31 ditë që protestojnë, ka limitet e veta. Ka limitet e veta dhe nuk mund shkojnë në pafundësi. Këtë gjë kërkojnë të bëjnë këta, që ti lodhin, ti stresojnë edhe pastaj ti hedhin mish për top kundër njëri tjetrit. Ky me Iranin, ky me këtë, ky me atë, gjitha janë pralla, çështjet e agjenturave, edhe këta zarat e këtyre që kanë futur në protestë, që ka futur Rama në protestë, që thonë jo po ka kështu ka ashtu.
pakalu ke fliqësirat karamuçuat që dalin te Top Channel-i e flasin për skenar, jo po xhamiat, e ishte një fliqësi e papar, deklaratat e një sharlatani, si ai Karamuço që kishte dalë te Grida Duma, edhe fliste se xhamiat mor fliqësirë, po pse nuk kanë drejt të protestojnë besimtarët musliman, siç kanë drejt protestojnë edhe ata që janë me LGBT, siç kanë drejt ata që janë pa fe fare, krishterët e gjithë me radhë. Pra gjithë kanë drejtën e vet protestojnë, gjithë kanë dalë mbi bazën e kësaj drejte. Një fliqësirë del në televizion kombëtar edhe fyen një besim të tërë. Karamuço. Edhe Grida që bon ho që e aprovon. Ky televizion, ky emision është agent anti-shqiptare. Jo njerëzit që janë edhe besimtar, edhe qytetar të ndërgjegjshëm që dalin protestojnë. Pra nëse ka maskarej këtu, në këtë vend, që janë anti-shqiptar, janë këto fliqësirat me televizionet e blera, moderatorët bler, edhe palaço të paguar që tentojnë të fusin përçarje fetare në protest. Kjo është një shqetësirlik i madh që e bën Edi Rama për ta çu vendin në përplasje civile, se atij i intereson që të ketë përplasje civile. Edhe po i provokon çdo ditë qytetarët drejt kësaj rruge. Shifini mirë videot që ka hedh, shifni mirë postimin që kishte bërë Rama, se pas ka qenë një grup në WhatsApp, unë e di shumë mirë ç'është ai grupi, s'ka lidhje fare, ai ka problemet e veta grupi për gjëra tipike të shqiptarëve, për protagonizëm, me kujton për budalliqe që nuk kanë lidhje fare me, pra nuk e prishin protestën. Përveç se mirë i bëjnë, nuk e prishin protestën, kanë ato dobësitë e veta që kanë, siç kanë çdo njeri, por nuk ka lidhje me këto fliqësi që përmendin këta Rama, Taulanti, shërbëtorët larot e tyre mediatik, të cilët vetëm vazhdojnë edhe i fryjnë zjarrit të përçarjes. Gjithë retorika për agjenturat huja, për besime fetare, për këtë, për atë, është e qëllimshme, pse se kanë kap akoma gocën që hoqi flamurin aty ke ambasada. Çfarë shteti është ky? Ky shtet që di ky shtet që di gjithçka, kush ç'a është në protest, kush është me Iranin, kush është me Serbin, kush është me Grekun, pse nuk e kapi në mes të vendit personin që provokoi Borjak turpshëm, duke gris flamurin e një shtetit huaj këtu, pse nuk e kapi shteti shqiptar ta tregojnë kush është? Edhe për çfarë qëllimi e ka bë? Akoma sot nuk e kemi, edhe nuk ka media në Shqipëri që ta kërkojnë këtë, kush është personi dhe si ka mundësi që iku e nuk u kap në një akt vandalizmi në mes të bulevardit, në zonë sigurisë lart, me roje sigurie të ambasadës edhe me polici sheshi. Pse nuk e bën? Sepse nuk është ai qëllimi, i fusin vet njerëzit për të provoku dhe për të kriju tensione për ta çuar në përplasje civile. Këta janë të poshtër, ai nuk ka për t'ia dalë kësaj proteste. Unë e kam thënë për herë, nuk ka për t'ia dalë se nuk ja fal Sorosi atij. Ai ja ka heq vizën Sorosi, po problemi i këtij është i gjithë ditur. Ky tani është mes Sorosit, kërcënimeve të Sorosit edhe kërcënimeve të Trumpit. Sepse siç hidhet ky, pa bosht, pa ideologji, pa miq, njeri pa besë, vjen një moment se do dalesh si langaraq. Njëri ti jep llafin, tjetrin e tradhton. Tradhton Sorosin që e bëri ky që është sot, dhe i dha llafin për t'i falë ishull dhe kujtun çka kishte në dorë për t'i falë Trumpit, për servilizëm e për shpëtu kokën e vet. Për këto gjëra, ky është i gatshëm ta çojë Shqipërinë në përplasje civile dhe po bën përpjekje maksimale, Edi Rama po bën përpjekje maksimale për ta çuar Shqipërinë në përplasje civile. Shifni videot edhe një herë, edhe do të dëgjohemi se këtu jemi prapë dhe do ta shohim. Shifni videot që ka publikuar Taulanti, Rama e këto debilet e tjera të qeverisë të parlamentit.